nuk s'ka gjatë humbur këtu. Është një betejë kjo në cilën, po... Me Chris Laviden keni folë për 72 orë me Lacivitani, këshilltarin amerikan, të cilin Zoti Rama e quan shpesh herë edhe Latif edhe Buf. Tani duhet ta falënderoj për punën që ka bërë. Çështjet e privatësisë, edhe Sali Berisha, sado që është njeriu më publik që qarkullon, është ka përsëri ka dhe ai privatësinë e tij, ndaj dhe po mjaftohem me falënderimet për kontributin dhe ndihmën që na ka dhënë dhe që jep, dhe ju ftoj të bëj avokatër të interesit publik të qytetarëve shqiptar. Ky është misioni në tërësi i të gjithë opozitës, misioni i mediave, dhe të vazhdojmë. Ja, këtu për shembull, ju e shihni shkallën e lartë të impunitetit, mos dëshmërisë që mban ky institucion për shkak të Dumanit. Kjo përbën, ju them unë ju, në themel të fillimit tim të qëndrimit kundër këtij personi, ka qenë pikërisht qëndrimi që ky ka mbajtur ndaj dosjeve flagrante të dhunimit, të zgjedhjeve 184, faleminderit, po. Zoti Berisha, po Zoti Dumani është me mandat përkohshëm, për pak muaj përfundon mandati i tij, a do ta mbështesni drejtuesin e ri të SPAK? Urdhroni? Zoti Dumani përfundon mandatin. Jo, ai po lobon fort për të ndryshuar kushtetutën për karrigën e tij. Mos harro këtë. Nuk e di, na e thonë. Ai po lobon fort duke treguar se po të kishte gjendor është i aftë të bëjë gjithçka për të mbrojtur karrigën e vet. Ka ndonjë lëvizje në kuvend, doktor, që nuk e dim, ndonjë kërkesë apo... Po i ka publika, Dumani i ka publike kërkesat, nuk i ka fshe. Ju s'keni dëgjuar kërkesë tjetër për i tij, përveç se mandatin e tij. Kështu që kjo është gjë... Nga ana tjetër, është i njëjti prokuror i cili në task force është vlerësuar nga ju si një njeri që nuk korruptohet, nuk intimidohet. Me zë dhe me figurë keni bërë këtë deklaratë në Ora News, mos gaboj. Nga ajo kohë, nga 2008 në 2025, ai është reformuar 3 herë. 3 herë, faleminderit.